Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Partia Demokratike Dega Lushnjë ka një pjesëmarrje të lartë të simpatizantëve edhe jo simpatizantëve që do të shkojnë tek protesta që organizohet nga Partia Demokratike para kryeministrisë, thot sekretari politik i Degës së Partisë Demokratike Lushnjë, Klement Çela. Partia Demokratike dhe forcat aleate kanë organizuar një protestë kombëtare përpara kryeministrisë në Tiranë, ku marrin pjesë qytetarë nga i gjithë vendi si një reagim qytetar dhe paqësor ndaj korrupsionit qeveritar që ka çuar në përkeqësimin e kushteve të jetesës, pasigurisë dhe mohimit të zgjedhjeve të lira e të barabarta sipas Partisë Demokratike. Sekretari politik i Degës së Partisë Demokratike Lushnjë, Klement Çela, foli për organizimin dhe pjesëmarrjen e PD Lushnjë në këtë protestë. Për te organizimet Partisë Demokratike Dega Lushnjë, çdo qytetar duhet i drejtojë një pyetje vetes sot. A është në rregull me këtë qeveri? A pajtohet me këto shkelje, a pajtohet me këtë vjedhje dhe me këtë korrupsion? Por normalisht qytetarët besoj që do ta japin përgjigjen, por për tek kësaj ne si Parti Demokratike, si çdo protestë tjetër, jemi organizuar, kemi kontaktuar gjithë strukturat dhe kemi kryer dhe mbledhjet përkatëse me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, kemi rakorduar në shifra dhe në numra dhe na është thënë dhe na është konfirmuar që do të jetë një pjesëmarrje tepër e lartë, por përtej asaj që ne presim si Parti Demokratike, jashtë numrave dhe shifrave që ne kemi, na thuhet kudo që shkojmë dhe këdo që takojmë që ka një interes tepër të madh për sa i përket pjesëmarrjes në protestën e sotme të orës 18 në Tiranë përballë kryeministrisë. Do të jenë anëtarë dhe simpatizantë tuaj, pa do të ketë qytetarë të cilët si sa dhe ju janë. Siç e thash edhe më lart, kjo protestë shkon përtej anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike. Ju thash që çdo qytetar e ka të matshme dhe të prekshme që është sot dita më e rëndësishme ku duhet marrin pjesë në protestë, sepse ndodhitë e fundit tregojnë që Rama dhe qeveria e tij i ka orët e fundit dhe patjetër që duhet largohet një orë më parë. Antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike Dega Fier i bashkojnë protestës së sotme të opozitës para kryeministrisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Fierit, Luan Baçi, pohoi se kjo protestë vjen në një moment kyç të aksionit opozitar. 10 antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të Degës së Fierit do t'i bashkojnë protestës së sotme të opozitës para kryeministrisë. Ata janë mbledhur në vendin e quajtur Kryqëzimi Sharrës me automjetet e tyre private, ndërsa në prononcimin e tij për mediat, deputeti Luan Baçi ka pohuar se kjo protestë vjen në një moment kyç të aksionit opozitar, pasi zhvillohet pas zgjedhjeve të grabitura të 11 majit dhe në një situatë të jashtëzakonshme, ku kemi një zëvendës kryeministër të kësaj qeverie së bashku me kryeministrin të kapur në aferë korruptive. Në një situatë të jashtëzakonshme ku kemi një zëvendës kryeministër të kësaj qeverie bashkë me kryeministrin të kapur në aferë korruptive, të kapur gjallë nga qytetarët shqiptar me qindra apartamente, me tendera korruptiv, me abuzime, vjedhje, korrupsion, patjetër qytetarët e Fierit do të derdhen ashtu si gjithë qytetarët e Shqipërisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Patjetër që ka gjë të veçantë, vijnë pas zgjedhjeve të 11 majit, pas grabitjeve të zgjedhjeve të 11 majit, vjedhjes së zgjedhjeve të 11 majit. Dhe mos harrojmë që në qendër të këtij korrupsioni është zëvendës kryeministrja, drejtuesja politike e qarkut të Fierit për Partinë Socialiste, një hajdute e pa kompromis me çdo gjë, ku vetëm ka vjedhur dhe ka grabitur. Këtë bëri në qarkun e Fierit me intimidime, me shantazhe, me presione, me blerje, me joshje, për të arritur atë rezultat që mburren sot me numrin e deputetëve. Baçi ka pohuar gjithashtu se protesta nuk ka një skenar të caktuar pasi do të varet nga vetë vullneti i qytetarëve. Por sipas tij, kjo protestë pason pas disa tubimeve që kanë qenë në formën e foltoreve një nismë e Partisë Demokratike për ndalesën që u është bërë deputetëve në parlament dhe heqjen e të drejtës së fjalës. E kanë pasur impaktin e duhur, kanë qenë foltore dhe s'kanë qenë protesta, kanë qenë një nismë e Partisë Demokratike si për ndalesën që është bërë deputetëve në parlament, heqjen e të drejtës fjalës dhe ajo u nisë një foltore e përbashkët deputet dhe qytetar. Protesta e sotme është
si vazhdimësi e një stine protestash që do të vazhdojnë pa mbarim në forma të ndryshme, në mënyra nga më të ndryshmet, ku grupi parlamentari i Partisë Demokratike, deputetët, kryesia e Partisë Demokratike, kryetarët e degëve të gjithë do të jenë në krye të këtyre protestave. U doq një shtëpi e pabanuar në fshatin Kosovë Vogël. Policia dyshon për zjarrvënie të qëllimshme. Një shtëpi e pabanuar në fshatin Kosovë Vogël, njësi administrative Fjeshegan, digjet tërësisht. Në vendngjarje shkuan me urgjencë forcat zjarrfikse të Lushnjës, si dhe efektiv të policisë së shtetit. Zjarrfiksit kanë arritur të vënë në kontroll zjarrin, ndërsa policia po kryhen veprimet procedurale, pasi dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme. Banesa në pronësi të shtetasit Fiqeri Nexha prej vitesh ishte e zbrazët, pasi pronari i saj nuk jetonte aty. Pronari i kishte lënë porosi një fqinji të tij që të kujdesej për banesën në të cilën vinte rrallë. Ka qenë pikërisht fqinji i cili pasi ka vënë re flakët ka kërkuar ndërhyrjen e zjarrfiksve. Dy automjete përfshihen në aksident tek pushimi i shoferit. Volvo nga shpejtësia ka përfunduar në mes të barrierave të hekurta. Në afërsi të pushimit të shoferit, dy mjete janë fërkuar në tentativë parakalimi. Për këtë shkak, një foristrad Volvo ka përfunduar në mes të barrierave ndarëse të kaheve të lëvizjes së mjeteve. Të dy mjetet kanë qenë duke lëvizur në drejtim të Fierit dhe parakalimi i gabuar ka bërë që mjeti tip Volvo të fluturojë dhe të ndalojë në mes të barrierave të hekurta. Policia e qarkullimit në vendngjarje me forca të shumta dokumentoi rastin dhe disiplinoi trafikun. Gjithashtu, dy ambulanca mbërritën në vendngjarje për të marrë të lënduarit, por asnjë prej tyre nuk paraqiste lëndime serioze. Policia e Lushnjës dhe e Fierit ka proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Disa shtetas janë proceduar për vepra të ndryshme penale nga Policia e Lushnjës dhe e Fierit. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit. Atë 50 vjeç dhe DK 61 vjeç banues në fshatin Gjaz, pasi dyshohet se kanë zaptuar një sipërfaqe toke që nuk është në pronësi të tyre. Specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin AM 24 vjeç banues në Divjak. Pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër arrestuan shtetasin RT 44 vjeç banues në Mallakastër, pasi ka dëmtuar 3 automjete me sen të fortë dhe më pas gjatë shoqërimit ka kanosur punonjësit e policisë me thik. Shtetasi RT dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit BK 54 vjeç dhe MK 52 vjeçe, të dy banues në fshatin Qarr Fier, pasi për motive të dobta kanë goditur me grusht një shtetas 24 vjeç. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Mbrëmjen e djeshme ka ndodhur një aksident në aksin Levant-Tepelen. Kamioni me agrume doli nga rruga, por nuk ka të lënduar. Në aksin Levant-Tepelen në fshatin Poçem, mbrëmjen e djeshme një kamion i ngarkuar me fruta agrume, portokalle dhe mandarina është përfshirë në një aksident rrugor. Sipas informacioneve paraprake, mjeti tip Volvo ka dalë nga rruga për shkaqe ende të paqarta. Si pasojë e aksidentit, ka mbetur i lënduar drejtuesi i mjetit shtetasi Orra, i cili është transportuar me ambulancë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Burime nga spitali bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë pasagjeri OSH ndodhet në vendin e ngjarjes dhe fatmirësisht nuk ka pësuar dëmtime. Në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë, zjarrfiksja dhe grupi hetimor, të cilët normalizuan qarkullimin në këtë segment rrugor dhe po punojnë për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.